Qëndrimi gjatë përpara telefonit apo kompjuterit është bërë pjesë e pandashme e përditshmërisë sonë, por shpesh pa u vënë re sjell pasojë negative për shëndetin. Sipas ekspertëve, përdorimi i vazhdueshëm i këtyre pajisjeve ndikon drejt për drejt në qëndrimin e trupit, duke shkaktuar probleme me posturën e qafës apo shpinës. Vitet e fundit ne shohim që dhimbjet me origjinë cervikale, pra dhimbjet e qafës, janë më së shumti si pasojë e posturës dhe dhimbje si pasojë e kontraksioneve muskulare. Kjo ka ardhur si pasojë e përdorimit të masë teknologjive. Është një problem që vjen gradualisht, pra nuk është se krijohet brenda një jave apo një muaji, por vjen si pasojë e zhvendosjes së qafës përpara dhe e bër kjo për orë të tëra, muaj edhe vite me radhë. Fizioterapisti Kleton Kadillari në një intervistë për Vision Plus shpjegon disa nga simptomat më të zakonshme të cilat shfaqen si pasojë e problemeve me qafën. Qafa në faza fillestare na jep disa shenja, na jep disa kontraksione muskulare, një ndjesi parahatie kur jemi para kompjuterit ose kur jemi duke studiuar ose kur qëndrojmë telefon, dhe me kalimin e kohës këto simptoma fillojnë të agravohen, duke shkuar deri në dhimbje koke, ndjesi të vjellit, ndjesi marrëmendsh, mpirje të duarve, ndjesi djegje në anësitë e sipërme, pra në anësitë e krave. Por si duhet të veprojmë për të shmangur këto problematika të qafës dhe shpinës? Përveç fizioterapisë, që siç e përmenda është në raste kur situata është agravuar dhe kontraksionet e bërë shumë të mëdha, duhet që pacienti të kujdeset vetë për shpinën e tij dhe jo vetëm për qafën. Kjo fillon duke ndryshuar pozicionin, pra posturën para kompjuterit, ngrihet ekrani në nivelin e syve që qafa mos shkojë përpara, kur mbajmë telefonin, shpatullat janë drejt, koka të rritë drejt, sepse në rast se qafa mban një peshë 4 deri në 5 kg të kokës, kur koka është drejt, me çdo gradë përthyerje kjo peshë shumë fishohet dhe ky stres i vazhdueshëm që i shkon qafës do japi kontraktura të vazhdueshme. Sipas fizioterapistëve, vitet e fundit nuk kanë munguar as rastet e moshave të reja, përfshirë edhe fëmijë të cilët kërkojnë ndihmë për probleme të vazhdueshme me posturën e qafës apo shpinës.